Po për çfarë po flitet, sepse realisht zbulueshmëria historikisht në Shqipëri ka qenë e diskutueshme, edhe Spaku vet fatkeqësisht përveç SKJ-CC-s ose kur ka pas një të penduar historikisht prokuroria apo edhe Spaku ka dështuar, fakt nuk ka zgjedhë gjë. Edhe në këtë rast, a mos ndoshta duhet presim në një të penduar që të zbulohet diçka? Shiko, ngjarjet e Sarandës, sidomos to atentatet e këtij niveli, vendosjet e minave, të eksplozive. Ne i dim cili grup në Tiranë vendos eksploziv. Se është një grup i ri që e ka bosin, i bën vetë minat ai, nuk ja lë ushtarëve. Edhe pse janë Dubai ata tani dhe po lëvizin 3-4 ton kokainë në muaj, se e nisën si punëtor, dhe te gaveta dhe sot janë bërë bos vet. Pra, Saranda nuk e meriton të përfundonte kështu, por ishte pa bosët e trafikut e tritolit në Tiranë fakt. Ishte e pashmangshme kjo gjë. Zona tjetër, që të mos e harroj këtë gjë, zona tjetër problematike është qarku i Lezhës. Pra qarku i Lezhës, ditët e fundit ka ndodhur këto vrasjet për akmarrje në Lezhë. Jo, po mund po flas. Ta vazhdojmë pastaj, po vetëm ma shpjego këto tre qarke që mendon që janë problematike, pastaj hyjmë në raste specifike. Po qarqe që janë problematike për shkak të krimit organizuar. Jo nuk po tek ashmëria e problemit, se shiko, ato janë ngjarjet që policia i zbulon se dihet se kush e ka bërë vrasjen. Por flasim për këto që nuk zbulohen. Pra, mbas Sarandës, për cilën ne po e përmendim vazhdimisht, dhe fati i madh për fat mirë, domethënë, dhe shumë kolegë tjerë kanë parë që i kanë kushtuar vëmendje. Edhe shumë mirë ka bërë se duhet bërë apel, se ndryshe këtu nuk lëviz gjë. Qarku tjetër, qarku i Lezhës. Qarku i Lezhës, për shkak edhe të përbërjes heterogjene që ka si qark, por edhe që është një qark që ti di shumë mirë që bashkëpatriotët ta nga Kosova e kanë pikën kryesore të referimit. Ata janë, si themon, pronarët kryesor të apartamenteve dhe të banesave në zonën e Shëngjinit dhe të Lezhës. Pra ai është një qark që ka shumë lëvizje gjatë verës. Çuditërisht dhe aty ka për shembull atentati i fundit që po përgatitet ishte shumë i rëndë. Besoj ti ke qenë këtu kur shpërtheu minat e ura i Fantominit ndaj Prenggjinit. Pra, ashtu tek Prenggjini. Prenggjini është një personazh që përpara nuk e kam njohur nga afër, por mbas atij momenti e kam takuar disa herë edhe kur i mbijetoi, se ai mbijetoi atentatit. Pra, mina e fundit që u kap ishte, pra do thotë që seriali aty vazhdon. Vrasja që ka nisur në Rom, ka vazhduar me snajperi në Rrshen, e mba mend të Kastrotreçi. Dhe është duke vazhduar. Tani kjo është historia gjakmarrës, këta kanë shumë histori të vrasjeve deri tani, numër të madh të lartë.